Nuk ka paq në këtë vend me ata të cilët kanë vjedhë dhe vjedhin si hjena pasurit publike të shqiptarve dhe pasurohen vetë, përdorin ligjet dhe mandatet e krimit për të mbrojtur vjedhjet e tyre. Ky ishte mesazhi i Sali Berishës drejtuar kryeministrit Edi Rama pas protestës kombëtare të opozitës të 22 marsit në Tiranë, e përcaktuar ditën e zgjedhjeve të para pluraliste. Si e nderuat ju kaq shumë sot 22 marsin, e të merruat. Edhe pse nuk përcaktoi datë, Kryedemokrati paralajmëroi se ato që i cilsoi revolta paqësore me kërkesa për qeveri teknike nuk do të ndalen. Kjo ishte një betejë shkëlqyer dhe u garantoj se tjetra do t'jetë dhe më shkëlqyer dhe se për Edi Ramën nuk do ketë më strofu. Falenderojmë mbështetësit që ju bashkuan në protest ku krahas molotovëve, simboli shinflamujt e Gjermanisë, duke i lidhur me disa qëndrime politike dhe kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Rama. Sot ne zhvilluam betejën më të bukur në tërë ekzistencën tonë. Nuk ka paq me Edi Ramën. Me Edi Ramën ka vetëm betejë. Kryedemokrati komentoi edhe incidentin ku u prek nga gazi në protest. Ajo që bëri Edi Rama ishte një akt i shëmtuar, por ajo vetëm sa rritë vendosmërinë e kryengrisëve paqësor për ta hedhur sa më shpejt në lan. Berisha tha se strategjia e protestës do të përshtatet në vazhdimsi, por prioritet mbetet rrëzimi i qeverisë.